Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, sonte jemi në episodin e radhës. E ftuar është Anjeza Asula, e cila ka mbaruar për biologji në vitet 2020-2024, ka qenë pjesë e forumit studentor. Mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Është kënaqësi që je pjesë e këtij podcasti, duke patur si element arritjet që ka patur forumi, student të gjithë profileve dhe aktiviteti jot që ka qenë pjesë e Katarit nga 2020 dhe 2024 në temat tona, tematike që jemi patur vazhdimisht në forumi, të qenë pjesë. Dhe duke qenë që është muaj Ramazanit, në muajin Ramazanit ka adhurime të veçanta që i shtojnë këtij muaji më tepër vlerën, pra aktivitetin, siç është namazi taraviz dhe namazi natës. Pejgamberi sa më thot, men qame lejletul qadri imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Thot kush falet namazin e natës, pra për të kërkuar natën e kadrit, i falen gjithë gjunafet e kaluara. Po njëkohësisht pejgamberi sa më thot, men qame ramadanan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kush ngrihet dhe falet për namaz gjatë Ramazanit, i falen gjithë gjunafet e kaluara. Pra këtu ka për qëllim namazet taravis. Normalisht nga pjesa e agjërimit tënd që ka qenë prej vitesh, ti ke bërë praktike të namazit taravis apo namazet natës. Si e përjeton ti? Çfarë mund të na thuash për këto dy namaze? Atëherë, për sa i përket agjërimit, unë tashmë kam bërë 10 vite që mbaj agjërim. Siç e thatë edhe ju, për sa i përket namazit, për mua personalisht është një ndalesë nga zhurma e jetës. Është një moment ku jam vetëm unë, edhe krijuesi i gjithësisë. Është një moment që të fal qetësinë, rehatin dhe thjesht harron çdo gjë. Harron të këqijat, harron çdo gjë për sa i përket jetës, harron punën, je thjesht e përqendruar si një individ, cila kërkon mëshirën e Allahut. Dakor. Në këtë proces e namazit që ti je gjatë Ramazanit, çfarë të shton element ekstra, po themi, besimtari falet dhe jashtë Ramazanit. Duke fal namaz taravije, po themi kemi namaz më të gjata, lexohet më shumë Kur'an, është kohë më e gjatë. Çfarë impakti lën tek ty? Çfarë ndikimi lën tek ty ky namaz? Ta ndryshon ditën ose të jep më shumë energji apo çfarë bën tek ty? Në fakt gjatë gjithë muajit të Ramazanit, ajo që mezi presim, 5 kohët namazit janë në gjithë muajt e tjerë të vitit. Po ajo që mezi presim është pikërisht ky namazi i teravive, gjithashtu dhe namazi i natës, që pas gjitha asaj ndoshta dhe mundimit dhe lodhjes fizike që kemi pasur gjatë ditës, Zoti na jep një kënaqësi dhe një forcë që dhe sikur ta kemi menduar që ato natë ta bëjmë pushim, prap na kemi dëshirë më të madhe për të shkuar dhe për ta kryer edhe atë natë dhe atë namaz të teravive. Dakor, nëse i kthemi pak forumit ndër vite, si ka ndikuar tek ju forumi për ta nxitur këtë ndjenjë namazit? Pra ne kemi ndikuar gjatë temave tona për ta shtuar më tepër aktivitetin, apo është e njëjta sikur që qenë para se të vishte forumi? Patjetër që ka ndikuar. Nëse në momentin që kam marrë tek forumi, më ka ikur ai namaz pa falur, kur jam kthyer dhe kur kam dalë, që në momentin që kam dalë nga forumi, kam shkuar ta fal të paktën kaza. Mjaftoi që mos më iki si namaz. Patjetër që forumi ka ndikuar për sa i përket pjesës së namazit. Kush do ishte këshilla jote për sa përket studentëve që na ndjekin neve? Këshilla për studentët do ishte që të kenë sa më shumë besim te vetja e tyre, mos të tërhiqen nga rruga që kanë zgjedhur dhe të jenë sa më të sinqert në atë që do bëjnë. Me që ne jemi tek tema e namazit dhe pra ne po të them dhe si këshill, ndikon namazi apo lidhje me Zotin e gjithësisë për të pasur sukses nesër në jetë apo jo? Patjetër që ndikon. Pas çdo namazi, unë personalisht jap kohë vetes time që gjithashtu të bëj dua në lidhje me shkollën, në lidhje me punën, në lidhje me çdo gjë. Dhe më jep atë qetësinë ajo duaja. Pra mesazhi për sonte normalisht është që çdo sukses vjen pas një përpjekje të madhe që bën individi, por mos harroj asnjëherë mbështetjen tek Zoti. Mos harrojmë asnjëherë, pra nëse ti do të arrish sukses në jetë, duhet patjetër ajo mbështetje që ke tek Zoti,
Edhe mbas çdo vepre që njeriu bën, nëse nuk e ka shpresën tek Zoti, nuk mund të arrijë as suksesit jo. Prandaj Ramazani vjen për ndryshuar gjithë jetën e besimtarit, për ta shtruar këtë namaz, për ta shtruar këtë adhurim të veçantë, që Ramazani dhe namazi të dy janë dy elementë të rëndësishëm për të pasur sukses në jetë. Ashtu të ketë, do shtoja që të ketë mbështetje dhe të jetë falëndërues. Të jetë falëndërues. Për ne ishte kënaqësi që morë pjesë në episodin e sotme. Edhe për mua ishte shumë kënaqësi. Urojmë që të kesh një Ramazan të suksesshëm me namaz taravih dhe njëkohësisht namaz natë, dhe Zoti pranon të gjitha adhurimet. Amin. Kënaqësi, faleminderit. Kënaqësia ishte ime.